10 minuta Anglia nuk mund të luajë tërhequr, sepse nuk është as Egjipti, as Kape Verde dhe as skuadër tjetër. Nuk e ka të tërheqje se lojtarët nuk i thot trajneri se ata të fusin port me zora burit. Jo, trajneri si thot, po trajneri thot dini përpara. Trajneri thot e dil përpara. Dil përpara thot trajneri. Dërimet që bëre ti ndikojnë te ajo që do të bësh. E humbi Anglia apo fitoi Argentina ndeshjen. Ti minuta 82. Humbi Anglia. Ajo filloi te minuta 82. Ai ishte mësuar me ajo filloi që e majte 20 minuta, po e majte edhe 10 minuta. Se tjetër gjë, krahaso Anglinë dhe Francën. Po dilema Franca u imponua që shkojnë në atë mënyrë. Në moment që është Anglia ai ka qenë të rjetën aty. Trajneri rrik shumë, ç'të bëj? Ta heq, mos ai, ta heq, mos ai, ta pus, mos ta pus. Si ç'a mendon trajneri? Ç'a mendon trajneri në atë moment? Pyete Mirel. Sakaja i mbante topin aty. I mbante topin Saka. Mirel, Ram edhe ne tek ajo që bëjmë zakonisht, pse s'fut këtë, po duhet luaj ky, po domethënë se të gjithë e bëjnë trajnerin jashtë. Po Saka, ne nuk e dim si është atmosfera. Po Luan Saka ja tregoi që bëri gabim me 3 gola me Francën. Po pse e quan ndeshja atë me Francën? Okej, nuk e quaj ndeshje. I vetmi gabim që është bërë aty nga është koha e zëvendësimeve. I bëri shumë shpejt zëvendësimet. Pra, nuk i dha skuadrës që ajo Angli mund të shënonte edhe golin e dytë Argentinës. Sepse në atë mënyrë ja shënoi golin Gordon. Mund të shënonte edhe golin e dytë, mund ta sulmonte prapë, sepse në ato momente çfarë duhet? Duhet t'i bësh një sulm tjetër kundërshtarit që ta trondisësh atë. Në momenti që nuk vjen kjo punë, ti tërheq dhe skuadrën mbrapa. Jo se ky i tha që ju do të shkoni mbrapa. Edhe mund t'i këtë thënë, profesor, sepse Argentina vinte nga 2 ndeshje që kishte kthyer rezultatet në të njëjtën mënyrë. Pra pasi disa avantazhe. Argentina ishte skuadër që luante me krosime. E bëri gjithë pjesën e dytë me krosime. Po nuk, jo, ato qarkullonin topin jashtë këtë 30 metrë, qarkullonin topin, vinte topi nga mesi, shkonte në qendër, shkonte krah tjetër, shkonte topi ke lojtari krahut tjetri që ishte. E kthenin prap topin. Edhe gjenin momentin për të godit jashtë zonës rrepsisë. Pavarësisht kësaj, por më ka bërë një gjë përshtypje në këtë moment të sulmit në fund të Argentinës, se edhe kjo që thoni ju është e vërtetë, por ama dilte nga kornet, herë godiste kornet në zonë, pastaj pasonte këtu, prapë çonte kros. Lojtarët e Anglisë nuk kapnin asnjë top me kokë, megjithëse ishin më të gjatë fizikisht. Ato janë pozicione standarde. Në pozicione standarde normalisht që do të përvojnë me mënyra të ndryshme kundërshtarët. Në momentin që ti në pozicion standard një korner, një faull e tjerë, ti do të hedhësh në fushë lojtarët më të gjatë që i ke. I hodhin, pra po ata nuk kapnin lojtarët e Argentinës. Problemi komplet ishte që portieri që Altini e preku i cik, që ishte portieri më i dobët për mendimin tim që ka pas Anglia deri tani,